Dhe pikërisht Fatmir Limaj është emri më i përfolur këto ditë në Kosovë pas Albulena Haxhiut. Të dy nuk kanë ndoshta asnjë lidhje politike, por i bashkon situata. I pari me ato 3 vota që mund të ndihmonte barkën e Kurtit të mos mbytej dhe e dyta me ngërçin e emrit të saj të propozuar nga vetëvendosja për kryetaret kuvendit. Teksa i pari thot se nuk do i bashkoj votat me Kurtin, e dyta këmbgul se do të jetë po ajo kryeparlamentarja e vetëvendosjes. E do apo se do opozita e të ndodhur në këtë moment si pa krye politika në Kosovë duket se ende se ka çelsin, por duket se ka shqetësime, jo ka ato qetësinë që vjen nga pjekuria, por nga diçka që ne do të mundohemi që ta shtjellojmë përmes një analize me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe politologun Melazim Koci. Zoti Koci, ju përshëndes, kënaqësi ju kemi në ditarin e Kosovës. Përshëndetje nga Prishtina, faleminderit për ftesën. Pyetja më e natyrshme faktikisht që lind është se si zgjidhet kjo situatë që në fillim u duk sikur do të ishte vetëm e seancës së parë tek e cila opozita do tregonte pakës muskujt dhe kaq, por dukshëm po vazhdon. Mendoj se kriza është pak më e thellë se sa që shihet, për një fakt të shumë të thjeshtë. Vetëvendosje aktualisht madje edhe me 3 votat eventuale të Fatmir Limajt nuk ka 61 vota, sepse këto ditë u bë ditur që Duda Balje, përfaqësuese e bosnjakëve pra nga rradhët e pakicave jo serbe, nuk do t'i bashkohet vetëvendosjes. Pas daljes së saj, praktikisht vetëvendosje ka vetëm 60 vota, edhe nëse brenda janë 3 vota të Fatmir Limës. E dyta, kushtetuta e Kosovës është pak konfuze. Jo pak, por pak më shumë kisha për të thënë rreth zgjedhjes së kryetarit të parlamentit. Jep të drejtën ekskluzive vetëm partisë së parë, pavarësisht se sa deputet ka. Kërkesat e vetëvendosjes, sipas disa eksponentëve, që opozita duhet gjithsesi ta votojë kryetarin e parlamentit nga radhët e vetëvendosjes nuk qëndron. Në asnjë sistem demokratik, një deputet nuk mund të detyrohet të votojë pro ose kundër. Mbetet që vetëvendosja të bëjë kompromis me opozitën ose me një pjesë të opozitës, sepse ka një ofertë të aleancës për ardhmërinë e Kosovës, e cila thonë që do ta votonte kryetarin e parlamentit nga radhët e vetëvendosjes nëse do të kandidoheshin zonja Saranda Bogujevci ose Shqipe Selimi, të dyja nga radhët e vetëvendosjes. Pra, kjo do të ishte një nga mundësitë që vetëvendosja ta tejkalojë këtë ngërç, pra me votat e AK-s të zgjedhej kryetaria e parlamentit, por ose një marrëveshje më gjerë me parti tjera, bashkë me parti tjera, të cilat gjithashtu insistojnë që të gjendet një kandidat ose kandidate konsensuale. Por unë mendoj se prapa kësaj fshihet mungesa e numrave. Zotit Kurti nuk i konvenon ndoshta në këtë çast të zgjedhet kryetari ose kryetarja e parlamentit, sepse nga ai çast do të fillonte faza 2 javore për të bërë qeverinë, ose pas 2 jave mandati i kalon opozitës. Dhe unë mendoj se këtu mund të jetë ngërçi do të thotë, këtu mund të jetë motivi për zhagitjet që bën tazëm, sot as që u vu në votim kandidatura e zonjës Albulena Haxhiu, besoj për shkak të frikës nga votimi që eventualisht do të mund të bënte dikush nga opozita. Pra, druaj se edhe zotit Kurti nuk i ngutet dhe se pretet që të bëj 61 vota dhe vetëm pastaj të bëj kompromisin e kërkuar. Ndërkohë, qetësia e vetëvendosjes na bën shumë përshtypje, zoti Koci, si përkthehet kjo sipas jush pasi po shkelen afatet pas një lloj frike dhe analiza të çon ose tek një lloj plani që ka Kurti në mendje ose tek një rreth vicioz deri të blej aq vota sa i duan, siç e theksuat edhe ju, për të krijuar një kozjatje ndoshta në kohë, po ja e kaloi dhe provën e kreut të kuvendit që nuk ka dhe aq rëndësi tek qeveria përsëri. Këtë skenar do shohim? Jo, në rastin e qeverisë këtë skenar nuk do të shohim, sepse pas zgjedhjes eventuale të kryetarit ose kryetarës së parlamentit, mandati jepet zotit Kurti për
krijimin e qeverisë, dhe ai ka vetëm 2 javë. Vetëm 2 javë ka fati. Në rastin e qeverisë, çdo gjë në Kushtetutën e Kosovës është e saktuar shumë mirë, do të thotë ka 2 javë afat. Nëse brenda 2 javë nuk arrin të sigurojë 61 vota, mandati i kalon në partisë së dytë ose të tretë, varësisht se cila do t'i ofroj garanca presidentes Osmani se ka shumicën. Unë mendoj se zoti Kurti është i qetë, atë që ju thatë, do të thotë, sepse besoj që llogarit që edhe opozita nuk i ka votat, nuk do t'i ketë. Do të thotë gjasat që vetëvendosja të sigurojë 61 vota janë të vogla, por nuk janë më të mëdha as gjasat që opozita të ketë 61 vota, sepse është një konglomerat i madh i 3 partive, pastaj pakicave jo serbe, dhe shumë vështirë do të jetë që ata të merren vesh me vetëm 62 vota. Në tërësi ata i disponojnë vetëm 62 vota. Kam fjalën për opozitën, por do të jetë gati e pamundur që ata të merren vesh me vetëm 62 vota. Kështu që supozoj që kryeministri Kurti pret që edhe opozita dështoj dhe vendi të shkojë në zgjedhje të tjera. Por besoj që dëshiron ta zhagit pak për të mbajtur zgjedhjet gjatë periudhës së verës, kur mërgjimtarët qëndrojnë në Kosovë dhe ata anojnë më shumë nga vetëvendosja. Opozita ndërkohë, siç e theksuat edhe ju, duket se ka një bashkim mes tyre të LDK, PDK dhe AAK, por çfarë pretendojnë sipas jush me këtë lidhje kundër Kurtit? Ka ndonjë shpresë se do ta krijojnë ata qeverinë, pavarësisht se ju e përmendet që kanë më pak gjasa të paktën se vetëvendosje për ta krijuar qeverinë në një front të vetëm opozitar, dhe nëse ndodh vërtet kjo, si përkthehet kjo në emra dhe numra ministrash mes tyre, pra si do të ndahet torta? Ata nëse do të vinë në radhë, pra nëse do të marrin mandatin për formimin e qeverisë, ndoshta kanë pak më shumë gjasa për të krijuar qeverinë, por ajo do të ishte një qeveri shumë e brisht, dhe unë thjesht dyshoj që ata në gjendje të merren vesh për postet, për pozicionet, sepse aty kemi 3 parti të mëdha shqiptare, do të thotë Partinë Demokratike, Lidhjen Demokratike, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe pakicat jo serbe dhe si në rastin e tashëm që pakicat jo serbe kanë maksimizuar kërkesat të vetëdijshëm që çdo votë e tyre është vendimtare, të njëjtën do ta bëjnë edhe me opozitën nëse u jepet rasti të bëjnë qeverinë, dhe unë thjesht nuk besoj që ajo qeveri, edhe nëse bëhet që do të mund të qëndrojë më shumë se pak muaj, do të jetë qeveri shumë e brisht që mund të bie me njëherë pas formimit 2 muaj, 3 muaj, nuk besoj që mund të qëndrojë më shumë. E qartë, zoti Koci, ju falenderoj shumë për analizën tuaj dhe që ishit në Ditarin e Kosovës. Falenderoj për ftesën.